Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës Ujori. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe po fillojmë me 7 të shpatës. 7 të shpatës është një energji mashtrimit apo fshehtësisë. Mund të kesh ndjerë të dashur ujor që dikush nuk ka qenë i sinqert me ju, ose dikush ka mbajtur diçka të fshehtë nga ju. Kjo mund të ketë krijuar pasiguri dhe mosbesim. Por kjo letër ka dhe një mesazh tjetër. Ndonjëherë në vetë fshehim ndjenjat tona për të mos u lënduar. Tani është momenti të përballesh me të vërtetën, sado e hidhur të jetë, sepse vetëm ajo apo kjo e vërtet mund t'ju çliroj. Kemi mbretin e kupës të dashur. Mbreti i kupës tregon se zemra jote është e thellë dhe kogja mençur. Edhe pse ke përjetuar tronditje, ti po mëson të mbash ekuilibrin emocional pa humbur ndjeshmërinë. Të dashur jor, ky mbret e njeh dhimbjen, por nuk lejon që ajo ta dominoj. Dhe kështu po bëni ju. Ti e di tashmë që forca e vërtet është të qëndrosh i qetë apo e qetë dhe kur ndjen shumë, kur dhëm shumë, apo kur mundohesh të harrosh shumë. 9 të shkopive tregon lodhje, por edhe rezistenca, pra gjithë kjo rezistencë. Ti mund të jesh ndjerë sikur gjithmonë duhet të mbrohesh, arsyetohesh, sikur jeta të ka testuar pa pushim, por kjo letër thot, je afër fundit të betejës. Mos u dorëzo tani, të dashur jor. Gjithë ato plagë që ke mbledhur janë shenja force, jo dobësie, asnjëherë dobësie, të dashur. Dhe kam 5 të shpatës, tregon përplasjet, një ndjenjë humbje ose zhgënjimi pas konflikti. Ato çfarë keni përjetuar dhe sikur po ndjeni si të humbur apo keni humbur diçka. Ndoshta ke kuptuar se jo çdo betejë vlen për të luftuar. Tani jeni shumë të mençur, shumë të matur, shumë të ditur, absolutisht. E di që ndonjëherë largimi është fitoria më e madhe. E keni kuptuar këtë nga gjithë këto. Dhe perandoreshën Perandorisha ndryshon krejt apo të gjithë atmosferën, të dashur, është energjia rilindjes, krijimtarisë dhe vetëvlerësimit. Kjo jeni apo është ti, jeni ju. Duke kthyer në versionin tënd më të butë, më të plotë dhe më të bukur. Ke filluar të ushqesh vete me dashuri, me kujdes dhe me pranueshmëri. Një periudhë pjellore, frymëzim dhe lidhje me natyrën ose me trupin tënd që po vjen, jo nga jo çfarë keni qenë, të dashur. Dhe në fund është letër e shkëlqyer që jo vetëm që sjell fillime të reja dhe të qëndrueshme, një mundësi konkrete që sjell stabilitet, para ose siguri emocionale. Mund të jetë një punë, një projekt apo dhe një marrëdhënie që më në fund ka bazë reale, të dashur. Kjo letër është një premtim i universit, ta them kështu. Pas gjithë dhimbjes vjen diçka që do të rritet dhe do të ushqejë. Një uri e juaja për të patur ose një punë të qëndrueshme, ose një lidhje të qëndrueshme, ose çfarë do të jetë po të qëndrueshme. Pra, mbyll derën siç po bën tani, të dashur jor, zhgënjimeve, sepse diçka shumë e qëndrueshme por troket tek ju, në derën e juaj. Mos e humb besimin te ndeshmëria jote. Ajo është forca jote më e madhe. Tani nuk ke nevojë të mbrohesh, ke nevojë të lulëzosh dhe fillo dhe hapi apo qeli ato fletat e para, nga që e meriton, të dashur jor.